Drejtësi për peshkpin, Alfred Beleri i akuzuar. Ky është mesazhi që është faqur në disa qytete të vendit, në përkujtim të 32 vjetorit të masakrës së Peshkpis, e ndodhur më 10 prill 1994. Në këtë sulm, të kryer nga një komando e armatosur, humbën jetën oficeri Fatmir Shehu dhe ushtari Arsen Gjini. Ngjarja e rëndë ndodhi në pikën kufitare të Peshkpis, pranë fshatit me të njëjtin emër, rreth 4 kilometra brenda territorit shqiptar. Një grup i armatosur, i përbërë nga 8 persona me uniforma ushtarake greke dhe të maskuar, sulmoi repartin kufitar në orët e para të mëngjesit. Fillimisht, autorët vranë ushtarin roje Arsen Gjini, ndërsa më pas, hyn në ambientet e kazermës, ku qelluan për vdekje edhe komandantin e stërvitjes, Fatmir Shehu. Nga sulmi mbetën të plagosur edhe 3 ushtarak të tjerë. Sipas të dhënave, sulmi u mor përsipër nga një formacion para ushtarak, i lidhur me një grup nacionalist grek, i cili në atë kohë promovonte ide për ndryshime territoriale në jug të Shqipërisë. Një vit pas ngjarjes, autoritetet greke arrestuan 7 persona të dyshuar për përfshirje në sulm, mes tyre edhe Alfred Beleri, i cili në atë kohë ishte 23 vjeç. Megjithatë, gjykata e Athinës vendosi lirimin e tyre, duke argumentuar se nuk kishte prova të mjaftueshme për t'i shpallur fajtor.